gjisi mal me të morë. Mirë se vini në një vlog udhëtimi që nuk është Pinterest perfect, as super informativ. Jemi thjesht dy shoqet të cilat nuk planifikojnë kurrë, që janë munduar t'ja dalin në një udhëtim në Porto. Unë tani po presim Eldën, po nuk ja vlen që të tregoj pamjen time sot. Do e lej, ose këtë mëngjes, do e lej për më vonë për ju. Të shikojmë ku është, kam emocione për të takuar shoqen time. Ndoshta kjo valizë duket e vogël. Po na e trego kështu, ta mbajet e dora që ta kuptojnë njerëzit sa peshon. Duhet më dali dhe muskul, ma trego pak muskulin, se kena bë muskul kandidatës. Edhe po ku të qojmë? Edhe na plase. Ne që thoni ju, do ngjisim mal me të morë. Për ta zbulojmë pak se. Këtu. Çoj ti më këtej dorën. Mali të morë. Jo në kështu momente, se tam shitëm dhe forë që me pilates. Po shumë mirë po e përballon ngjitjen. Nga që përpiqem të kontrolloj frymarrjen. E pra, ky është sekreti. Po ju që nuk e dini të dash për miq. Edhe këto që tallin pilatesin, ha. Pra ja, shife. S'po na bajt frymarrjen. Vendosa sot që të bëjmë një kështu tour të dhomës. Përshëndetje gjithëve, sa do ju bëj home tour. Do fillojmë nga Banjon. siç fillon Suada, se kjo është toma e parë. Kjo është banjo. Ku është drita? Këtu. Kjo është banja e shtëpisë time. Kjo është kuzhina. Që unë nuk do përdor, siç e dini. Dy kurs. Nuk ka një makineri kafe këtu. Jam i kanë bë ujë. Ka tostiera aty dhe nuk kanë bërë Po një hapi kafe. lart, se ne tani sa kemi arritur nuk i dim ku janë gjërat. Okej, ja. Fixhani që Kështu gota ka. Po çfarë do pish ti me këto gota? Shi ka dhe shtrydhse moj. jo me çajnik me qa shtrydhse mi është çajnik. Duket të dashur mi se sa gatuaj. Se kjo na mungonte, tash me që do rrim në një shtëpi në Portokalli, na duhet se s'bën një em gjigante për të futur diçka. Ai është për të bërë sallatë, mi bëjmë sallatë greke. Ose pra kjo është sallatë për gjithë apartamentet tuaja. Që të bësh miq portugez me sallatën tënde greke. Hajde këtu. Jam i ku e ki. Çfarë ka? Ajo mi është për të bërë kafen. Po më jep kafen. Vetëm te negro. Po mirë tani kafja. Ja shohim. Kafe mblije. Çfarë ka këtu? Këtu ka pjata. Kompletuar shpjeta. Ajo valixha ime prish pak estetikën. Ka dhe ca kështu super të përdor. Let kjo tani. Do thoshte sikur sa lekë kemi paguar për këtë shtëpi. Shi sa përdor është. Ke drejt. Se dhe ne këtu kena art për të bërë ato me kollin. Fije floko. Shive, ja dire, po mos më ra mua ajo mi dhe mi kërëm qap koll. Tani ktheu se është momenti reveal-it të madh. Dhomë, sallon, banjo. Sallon dhe banjo më dhomë për vetën. Vogël. Jo, më falë. Sallon, banjo, dhomë. Tu është tavolina ku do hajmë sallatën tonë greke dhe të bëjmë miq tonë portugez. Neve nuk e di pse e morëm këtë shtëpi për 4 veta, po mendojmë që kjo na duk më lirë, më mirë nesër, s'ka rëndësi. Këtu kemi 2 koltuqe që Ku mund të ulemi, mund të rrim, të shijojmë shtëpinë, shijojmë momentin. këtu kemi një krevat dysh, po që ndahet shumë në mes. Dhe këtu është një dopjo. Si hyet te ky krevat i dysh? Si hyet?
Mendo të pjur tani. Aman të keqen. Kontent për gjithë vitin. S'ka kush e poston se s'kemi as pasordin. Sa bukur. Ja. Kërtuq. Edhe ja ku jemi. Edhe nuk kemi balkon. Por kemi dritare. Trego pak si duket ke dritare apo se do të zpresim nga këtu. Për pitny. Duket se do flim të dyja poshtë. Oh, kontent për tjetër vend ky. Është me pagesë. Emrin ja u themi pastaj. Kjo është pamja. Edhe pastaj dëgjoj një bulldozer. Kjo është qendra e Portos. Do thoni ju ku është qendra, as ne nuk e dim. E kjo dhoma tjetër pas ka balkone. O zemra kishte balkone. Kishte dhoma balkone, se mora vesh pse morëm këtë. Po pse më pëlqen? Është cozy. Do thoni ju këtu ke, po s'na tregove çka kemi në dollap me. Atë se dollapet hampen me të shtyrë. Unë ndërkohë që kontrolloj për në një insekt, se kam shumë qef, kemi disa varse. Se kemi marrë rroba dimri dhe ne. Po shiko transitionin u zhvesha. Direkte, sa pa diell. Dhe këtu kemi atë që e kurostë. Që ka praktike kjo mi që e pas kanë varë aty, po ku do ta vej unë këtë? Thot kështu se ka një histori shumë të bukur me hekurin dhe me djegje. Oj, kisha. Ka këmbë, moj. Pas si kishim njoh, nuk e jena katunar. Kemi hekurin që zakonisht është shumë problematik kur rrim me neve. Edhe këtu kishte kështu. Na falni. Ka kështu rafte, se ne sigurisht jemi për tresha të organizimit dhe me zi të prisnim që... Që të hapnim raqet. U hapim të dyja. Na falni. Po këtu e hapet ti me bysmë. Më falni. Qa është kjo? Tas të do gjenim kafen. Shiko, aty ka dhe një dritë nate, që unë të lexoj librin që kam marrë me vete që kam 3 vjetë se kam mbaruar. Që e ke dhe ti edhe unë kam marrë libër që kam 20 vite. Toke këtu? Ku jemi këtu? Në Porto është përgjigje. Po. Jam dhe më pjonde. O, bo, pra ndaj nuk e. Mos Unë është ti? prit me stim në rrit, mos është kjo me. Na trego si do jetë të erë. Kam frik, tani kam emocion. Më mirë është. Oj, prap jo super. Nuk është super, sepse është verë. Është verë dhe ka shije lështryve dhe e ndjen verë. Dhe po të shumë. Po vira shumë, më të vira këture dhe trash. Po e ndjen. Të len një kështu. Do të përpasta. Gëzuar të koja. Po si s'është e keqe? S'është e keqe. Videografi për Po e ndarë tortën. Nuk e di që të ndajmë këtu po. Kush e ka ditëlindje? I'm just going to do a short break. I'm right Po back. bëjmë provat për ditëlindjen tënde. O, bo, tani po. Tani u mërzita. I mos e ndari kështu të keqen. E, është e çuditshme. Sa the këtë ti po bën pushim dhe këngëtari. Ja, po e ndajnë kështu katër, që bosti mund këto, së do të na falë se këtu e shënë. Ja, po bën, kështu është. Jepi lekët, tallen me lekë unë. Ami me da. Po provojmë një Tort. tort. Do thoni ju qa është kjo? Mold, me pesto, me karamel. Është e karamelizuar me mërë. Molla e karamelizuar. Kjo me se i ka ngëtë edhe sipër, shifre këtu. Ah, ke drejt, ke drejt. Më pëllë qa është? Edhe me gjizë. Më falni, ricotta. Por që nuk e di se si jam më pëlqen apo jo. Pestoja është koti, sa për zbukurim. Po, shko, nuk arri do të kuptoj qa shieje. Më shumë dje vaj ullin sa pesto.
Ka shumë vaj ulliri. Jo, se vaj ulliri e bëjnë vetë. E mirë, për Imeldën ka rëndësinë që se bëhet këtu apo jo, që se bëhet këtu merr një pikë plus. Unë jam shumë tanse e madhe me gjërave bio. Patjetër. Prandaj dhe ne kur ikëm tek marketi që nuk na lanë të filmonim, pam që rrushi vinte nga Afrika e Jugut. Edhe nuk e morëm, sa ne rrush Afrikës Jugut kur. Ne kena rrushin ton. Ua, sa u mërzita që s'na lanë të filmojmë atje në supermarket. Kam Ma do t'ju Google-ova, ekzishin, Google-ova. Dhe me sa duket, Mino, në Europë që ka zakonshme që ti mos filmosh. Tjetër gjë që nes ma thonë gjë njëri në për supermarkete. Dhe e bëjnë sepse nuk duan që të... Më falë që të nërprevja, që që jote që vjen me një të vënd që të anash, po shep pjatën tonë dhe s'mo të nëtohet. Suja me stil, jo. Si thonë një gjuhën tënde që... Jo, nuk mund ta përsëris. Jo, kuptoj. Ma ty Ka 4 shkronja. Po ato e di unë jonë. Jonë e di unë, po dua dhe pjesën tjetër fjalisë. Jo mos të kohë. Kjo është kapirinja ime. Kjo është Ua. Një për një gjishtën që nuk ja dim. Shisë zatë. Po të shqipes. Imelda sot je bërë shumë e bukur. Je zakonisht, po sot shkëlqen ndryshe. Ju pëlqejnë vatët e mia nga ardhë. Një sekond, të zoomoj pak. Mos e zomo shumë se kam veshën e madhe dua ta bëj. Shikon njëri, bëj që të gjysë që me fatin, po. Shumë bukur ke, Imelda. E unë dua ta bëj. Je budale? Ta them pastaj vetë kur jemi veç pasi do tani kamera pse. Ne do e kuptosh. Tani. Sa shpejt ndryshoj, aha. Po se harrova se më kujtuan gjitha gjërat që do të bëj se ka shumë gjë. Mund t'je, po mund t'a qash hallit. Jo arsyet, po mundësosh çfarë do të bësh. Edhe njerëzit mund të të thonë qoftë ja vlen apo jo. Po, më thonë në koment. Shumë mirë. Tani, ideja është këtu. Comment down below. Aha, çfarë do të bësh? Tani, dua të bëj ballin njerë, ta ngri. Ta ngrish? Po pra, sepse më duket se unë ka filluar nga dykulla. Po. E shikoni po. Po jo mi ti. Ta kam thënë 100 herë që se ke. Duhet bërë para, se të filloj rruga. Okej. Kam njërin të puna, edhe i rrish shumë mirë. Po normal që të rrish shumë mirë ajo, se... Unë dua ta kem shumë mirë. Po ti nuk ke një ball shumë ekspresiv, që për shembull të lëviz shumë Po çfarë shpesh. tani të e shikosh te videot tënde se kam qesh. Po nuk të lëviz balli, kjo është ideja. Të lëviz se gjë tjetër në fytyrë për Kur lyej syt, se unë i kam që pallet e rëna, kur lyej syt e bëj gjithmonë kështu. Që të edhe kjo ngrihet. Që do lëviz nëse. Ashtu. Dua të bëj pjesën këtë. Ta ngri. Ta shkrish do të thuash. Do më thënë të ngri që Eliza që të shkriti. Të shkridjame, po. Kjo është e dyta. E treta Si Suada, ha. Tamam si Suada, po tërë të ndani më mirë. Po ke shkuar ke... Jo me asë gjës kam shkuar, asë gjës kam bërë. Se duhet flasë, se kjo ndonjëherë është gjenetike dhe sado që ta bëjnë nuk ka shumë ndryshim. Se shikoj kur do pësojnë kushtosh. Po mbase sekreti nuk është ta bësh. Po e kruani me gjithë e viku më duket sot. Zonja Bida. Kalojmë të gjërat e tjera, veshët. Veshët je met? Po, nga syze, nga fakti që mi kam vënë syzet shumë shpejt, veshët e mia më bën baza të kthyer këto. E dua ta ngjit. Kanë vënë syzet e gabuara, se edhe unë kam pas syze në kopësht. Po edhe kam pas veshën e njomur, çfarë do? Doktor s'komendon. Dua të thjesht fjalë. Do me thënë ti do të bësh veshët, ballin dhe gushën. Suada komendau fillon çka ke bërë. Suada ta them unë çka ka bërë. Ka tërheq syt me fije. Jo, pse e vari lehtë. Kështu, dhe ajo mendoj që i ka ndryshuar gjithë fytyrën. Me vërtet? Po, ka bërë mollzat, do të thënë sa mund t'i duken Suadës mollzat, po i ka bërë. Ka bërë këtë... Atë vari lehtë. Dhe Si thuhet kjo? E pra mjekra. Mjekra?
nuk e di atë shikoj. Po mendoj që Suatës e ka ndryshuar komplet mënyrën Se tërheqjes. kam parë fare. Nuk e kam parë që nuk e kam parë tani mbas kirurgjisë. Se kam parë si është bërë ajo. Oh my god. 1, 2, 3. Prit. Wow! Mos u tall. Dua t'i ndryshoj opsionin. Ose dhe kaqja bën sate. Se unë nuk dua ndaj ndryshim fare. Unë dua këto defekte. Do më ballin do të jesh Defektet e tuja. Mami ti se na janë bërë ropa, na janë bërë brastra. Ndërkohë. Shifni brastat e mendës, gjigande. A tani fillojnë në këtë moshë të thyer të 30. Me trego pak si janë këto boltet me 4 euro. Ua, vallaj, unë të ishte kaq në mendje do isha së maj makinë si ditë. Gjithë rrogën të leja kështu. Ti se mendon, është convenient? Unë mendoj që është super convenient. Kështu mendoj do. Sidomos për 2 minuta ai gjysmë rrugë. Dhe ishte 20 do ta rrullakosim për të mirën tonë. Varet çfarë nevoja shke në atë moment. Natyra na thirri dhe ne. Se nëse ti ke nevojë mbas e bën dhe më shpejt. Dakor jam, por që natyra na thirri dhe ne u përgjigjem prezente. Patjetër, se nuk mund të mbjetonim pa. Po pra, ja. Pse? Por këtu që kanë edhe Shteti. Shumë super vibe për momentin. Kur një të martë. Për një të martë. Dark, erdhi me sa. Sa bukur këtu. Këtu. Po. Mirëmëngjes në ditën tonë të dytë në këtë udhëtim. Jemi zbukuruar. Jemi bërë gati për të ngrënë mëngjesit për... Afrikë zona njoni nga dje. Ua, për zotin sa skandal. Sot plani jo, ne të dyja jemi mjeshtret e planifikimit për të kaloj kjo. Dhe Imelda më tha këtë herë në këtë udhëtim duhet se s'bën të planifikojmë udhëtimin ton. Dhe gjeni çfarë? E planifikova unë, jo. Po ti? Jo. Dhe tham, mirë, do bëjmë një plan. Dhe Cili është plani sot? plani jon sot ishte dje kishi Imelda ka këto ide geniale zakonisht. Ideja geniale e Imeldës ishte që të shikojmë qendrën e qytetit sot. Logjike. Bënte pjesë tek top 10 të gjërave që duhet bërë në Porto. Që ne do të fillojmë nga e para. Po, edhe tham, okay, do shkojmë të hajmë mëngjes dhe pastaj do bëjmë të gjithë. Na falni për këtë marrje fryme se Po ngjisim prap. po ngjitemi. Të tregoj pak. Nuk duket valore shumë e madhe dhe nuk do ta marrë seriozisht, por ja, kjo është. Familje, se më rashon. Tani. Do ju tregojmë kafe. Këtu. Ta shikoni nga afër, kjo është një lëng nga shtënje. Mbasi kanë bërë 20 kafe të tjera, e shtrydhen dhe i çik në fund dhe dolen 2 pikat e kafes. Është gjë më e shpifur që mund të kem parë ai. Pse më keq se në Francë? Për zotin. Dhe mendoja që nuk mund të kishte, por që besuar. Hajde, të bëj mirë, e dashur. Ashtu shumë e shpifur. Imelda, të shkon shumë kjo unaza, për kokën time. Kam një unaz. Është shumë e shtrenjtë, kujdes se mos e humb. Se mos ma ashtush, është një koleksion privat i Cartierit që nuk ka asnjëri tjetër. I Cartierit. Apo ta them me thanks. Se je me theks. Se duhet jesh vetvetja në këtë videon. Rikujtoj miqve tanë se sa më herë më korrigjon kur them firma. Apo Givenchy po. Jo.
Givenchy. Jo, është me lë firma që më ke... është firmë lëkure. Louis Vuittonin? Jo. Loewen? Jo. Nuk e mbaj mend kë. Longchamp? Çantën time, po, Longchamp, po, e vërtet. Tani, na e trego pak, çfarë ke bën? Tani, unë sot kam vënë hidratus, kam vënë dhe një gjë koreane që nuk është se më pëlqen shumë. Nuk është se më pëlqen shumë, por shoqja ime Menda, si gjithmonë, është ai person që më influencon që unë të shpenzoj lekë. Më thënë, është e pamundur që ka mos ndodhi kur të gjejmë bashkë. Me mund të masohesh pak me shqiptimin tënd, të lutem? Me një pudër fiksuese. Shqiptimin e firmës. Guerlain. Është ajo firma që shkruhet Gurlain. Dhe kjo ishte shqiptimi. Dhe tani më ka bë pak krizë këtu te bal, po s'ka problem. Kjo pjesa e under eye dhe kjo pjesa këtu poshtë është me atë. Shumë. Në qoftë se duhet bëni një blerje, blini këtë. Sa do doja që të merrje përqindje në qoftë se shite kjo gjëja, po nuk merr. Po pra, po mirë lëre, pra mos e bini. Shohim të qytetin e vjetër, pastaj ikim te qendra, se qendra ka një zonë turistike aty. Po me ku do shkojmë tani? Tani bëjmë 2 vjetre, ecim te vjetër, pastaj ikim tek ajo. Po tash më thuin. Po kishte efekt. Kishte efekt me që s'kemi iPad. Avash, ashtu. Kanë gjojnë dhe njerëzit. Kam përsyen që dhe Flori vete ka arruar këngën. Më mungon. Unë jam ai. Fare. Shka edha për ty. Unë jam ai që me dhije jeton i mbrusy. Mos shumë bardhëzi i mbrusy. Videoklip. Që shtio po Nësë në ndratë e mija dhe më prek në darë. Mos i këputja i me shpirt për ty kama. Në ndratë e mija Gjumi ma... Po që ta gjeri që kjo Po mi se ti do ta vësh muzikën. Jo, mi se ka copyright. Afton ty. Me ka arruar i këtë këngë, s'ka problem. Sa i mërzitet kur si t'i gjoj njerëzit këngët të shofi. I mbusy i shfaqesh ti. Kush ka kalu të kjo rruga thënë e gjasë të çmendura i keni parë. Vetëm kur dalim dhe lajmet e qytetit. Jeta është shef portugeze. Përshëndetje, Jeta është qef, shikoni shqiptar. Qa bëjnë në Porto. Do t'i mbaj mjafton ty të kesh. Nuk i vjen nga të vjenën. Ku jemi, Menda, ku jemi? Tek tregu fshatarve. I borgjezve portugezve, se shiko. Këtu në tregu fshatarve shqiptar nuk është kështu. Nuk e di për në Tiranë, po Durrës po flas. Na, do marrim kot vera, po të marrim një për ngrënë. Bëjmë një gjiro. Bëjmë një gjiro se këtu është se nuk i marruan atë. I Menda më fletë se kur unë jam 2 vjeç, të kam që shfaq që i them, po kërë që mori këtë gocën. Nga e mori. O Mondro, kësu që ka ndryqimi perl. Po këtu që ka të bësh set. Bësh një set foto. Prap du të pusët nga përë. Nuk është po pusët.
Sa dini këta portugezët që kanë të patësip dhe puthe në mes të rrugës. A mi se nuk ka ndonjë gjë, të bëjmë se kur jemi çik të përparuara, nuk është se thjesht puthen. Jo, puthe duar. Jo, ja, është pak too much mendoj për në rrugë. Do të thënë, zeje sikur nuk nga njerëzit. Comment down below. What do you do? ka njerëz, do të thënë, mendoj që e të projnë se kanë shpejtë fytyrë se kanë sikur nuk ka asnjëri në rrugë. Do të thënë atyre i lumt, se nuk intereson, po që mbase mendon që ky është problematikë e shqiptar. Ta dhe frutat shkëlqen e pa të gjënë. Si mi pas kanë zgjedhur. Hame. Me prok mirë. Pizza të zë. Po këtu s'pasa në gjë me hëngër, na fanë zorën. Qa këtë lështruve shumë? Shua të regoj dorë. Thjesht i qesha. Ishin ca lështruve të bardhë, dhe nuk e dia duken tu nese. Edhe ajo se që më thaj në gjëmë portugalisht dhe unë i qesha këshumë. Sa leke ka në sparago mi? 1.5? Apo 4.5? Të që janë bushin valigje. Do t'i lejtë sa rroga, do t'i marrë. Bishtaja. Po që është këtë bishtaj? Bishtaj, edhe në Shqipëri kemi bishtaja ishtë madhe. Po, edhe presim Jo, gjysë. që anë durën se s'na i kanë cilë dhe në Tiranë. Po kështu nga lartë pra më nëzirë mua. Si unë është e erdhëm në Portugali dhe të haj makarona. Po thoa, nuk hanë këta portugezët? Po këtu qëmë, që ka ushim qenë Tha se ishte në një kështu. Po, ma jashtu është. E pra. Kena ditur hiç. Aman se kena frikë, kam ngel me trauma nga supermarketi. Këtu më filmosh. Ku e di ti? Sigur. Filmo edhe me keqa po na thanë. Për verë. Papa jo ishte. Neve kemi ardhur në Porto dhe do hajmë makarona, se këtu në këtë vendi në gjithë këtë markat nuk ishte asnjë gjë për të hajër për të ngrënë. Dhe janë kjo sugar mami po paguan se ja, kështu është kjo. Paguhet mirë atje. Po në qoftë se ajo nuk ngrin ajo salsa. Ajo nxehet pranë nga çfarë nga makarona. E po të kanë ngel nga ajo. Alex. Nami së shejona. 3. Umin! Që është në i? Ai ka pjesën tjetër atje, se nuk tek se korri jashtë. Po të donë të ajmi? E po tani ja morëm bukën nga dora, prandaj po mos e lej bukën ta marrim bukën nga dora. Ne miq të Perëndis, sonte mezi gjetëm një vend ku të ham jashtë ky vend i çuditshëm. Nuk ishte në asnjë nga zgjedhjet tona, po këtu erdhëm, s'kemi çfarë bëjmë se u kujtuam pak vonë, ishim duke kërcyer. Imelda ka marrë francezinja dhe unë kam marrë peshk. Mami duhet jetë shumë krenare për mua me këtë porosi. Mami. Edhe do thua Imelda se Mami nuk është krenare për mua me këtë porosi. Shiko. Ha. Shumë e nxehtë e parë, e dyta më duket se u ka shumë frikë. Oh. Kur patat që ka shtëpia. Dhe patatet kanë shumë krim. Ma dhanë tru. Marë sa to. Lëngu që ka shumë e mirë. Lëngu hajt me bukë. Si s'pu me domate. Me atë bukën që ke aty të me thënë. Të patate po. Ka mish poshtë moj. Që ka shumë e mirë.
shkon shumë kjo xhaketa Imelda. Faleminderit. Nuk e di kush të ka E sugjeruar, kemi në dy ngjyra, të ngjyrën bezh, edhe edhe të zezë. Vjen në dy ngjyra. kur vjen ai që do na marri? Se ne kemi shumë lek dhe i shpenzojmë. Mund ta tregosh pak sa lek bën taksia në Ky është çmimi i taksisë. Në Porto. Edhe në Tiranë merr 5.000 lekë. Në Durrës s'ka shans të marrin kaq lek, është pamundur. Edhe tani, unë e kam shtëpinë e Gazheli. Nga Gazheli, kush do të vite shtëpia ime? Nuk e ke tamam te Gazheli, por po. Tani nuk do japim se jemi njerëz të famshëm. Unë kam shtëpinë te Gazheli, domethënë nga Gazheli deri në blok. Është 5.000 lekë sigur, 6. Ndoshta tani kanë dalë gjëra të tjera. Sorry, Ka një person nuk më duket i rrezikshëm sikur mund të na marrë celularin nga dora. Pas mua. Po shi si më mbaj, se ka fazë. Ose na ngjajnë, më ngjajnë të gjithë si raca jon. Nuk duket sikur njëri ka Qëllimet të qëllimin që të tërheqë nga dora. Ndërkohë imagjino të vinë njëri tani me vrap. Ale. Ua. E pse s'ka fotografi? Jam i ku e ka shife si është, si plum. Ah, ta qiri. Jo, të ri. Nami, mos është ky. Jo, prit, shifi ateu, asi na loj ky. Po normal, ashtu si na loj ai? Nuk dukesh as gjë, thjesht ideja. Jam unë edhe. Ufjale. Ta se do i thoshe emrin. Jo moj. Pse qa jam unë? Qa jam unë? Ruspie. E kisha harruar. Ua, nuk po pse s'bojmë me kështu videosh tek ne molla. Po çfarë kanë marrë, din njerëzit tani s'bëjnë më shaka. Kot fare, për zotin, janë bërë gjithë njerëz në port. Veç ne ngelëm çu ka të marrë. E kemi edhe Ne kena X, ka ngel me njëri atje. S'po nafton me dirama të temi ke vend linja jonë. E ku po na çon kjo, mos po na çon ke vendi vet. Se më duk më gjatë kjo rruga. ishte 7 minuta. Ua, shumë na pas ka marrë për 7 minuta. Unë ta thash dhe shpar që unë nuk e kuptoj logjikën e marrjes së lekëve këtu. Nuk e kam njësoj si që kemi në andej atë si që llogarisim ne. S'ka logjik këtu. S'ka një karburant unë tu qikoj që kështu nga naftës. Googlojemi. Sa është nafta në Tiranë. Po qa, atje i taksit më shumë të janë elektrike. Po më rëta se çmimi i energjisë atje është shtrenjtë. Dieti që Shqipëria është i vetmi vend që energjia elektrike është 100% e renovlueshme. E renovlueshme si thonë në Shqip me dhurata. Dhurata mund t'i mos si quhet fjala. Rinovueshme, më rinovueshme. Po, tani do fillojnë komentet, ja ikën këto emigrantët, E di që ti s'dukesh fare, thjesht shpresoj që njerëzit që do shohin këtë video do jenë Që do jenë? Miqta? Po, janë kurioze çfarë them ne. Që ta shohin, se nuk të Alesja të shohin. puthim. Këtu është Alesja. Unë dhe Alesja. E vetëm ajo ndoj shofi. Pansja me madhe. Për zotin. Për zotin. Nëse- Hashtag shoqet që duam. Nëse ka një njeri që realisht është fanë se madhe është ajo, mami dhe nona ime. Se nona ishëm nga 3-4 herë. Për zotin, bravo. Nana.